Ekziston një fotografi që shumë pak njerëz e kanë parë. Është e zezbardhe, e bërë dikur në vitet e 60 dhe në të shihet një vajzë e re me sytë e hapur si dy dritare drejt diçkaje të panjohur, me buzëqeshjen e dikujt që beson se bota është e drejtë dhe se talenti do ta mbrojë gjithmonë. Kjo fotografi ruhet sot në arkivin e Teatrit Kombëtar, në një dosje të vjetër me ngjyrë kafe, bashkë me disa letra të shkruara me dorë dhe një copë letre të vogël. Bileta e anijes për në Itali, e vitit 1997. Bileta nuk është e djegur si ston legjenda, ajo është e pallosur me kujdes, si dikush që e ka mbajtur në dorë për një kohë të gjatë, e ka shtypur fort ndaj zemrës dhe pastaj e ka vendosur të qëndrojë. Njerëzit afër saj thanë se kur e vuna atë bilet në Triez dhe i thanë Margarita, ania niset nesër, ajo nuk u ngrit, nuk u drodh, nuk qau. Thjesht tha, me një qetësi që friksoi të gjithë, unë nuk i ki. Nëse duhet të vdes, vdes këtu. Por cila ishte e vërtet pas kësaj vendosjeje? A ishte vërtet dashuri për Adeon, apo kishte diçka tjetër, diçka që askush nuk guxonte ta pyeste me zë të lartë? Margarita Xhepa kishte lindur për të luajtur. Kjo nuk është metafor, kjo është fakt biologjik, pothuajse misterioz, që njerëzit që e njohën atë e përshkruanin me fjalë që nuk i dëgjon zakonisht kur flitet për një artiste shqiptare. Thoshin se forca e saj nuk vinte nga teknika, por nga ndonjë vend i thellë brenda saj, nga ato shtresa të shpirtit ku fshihet gjithçka që njeriu ka dashur dhe humbur dhe vajtuar. Kishte lindur në Lushnjë, në një familje modeste, ku arti nuk ishte profesion, por nevojë, si uji dhe buka, dhe ajo kishte mësuar të interpretonte para se të mësonte të leconte. Vogël, ngjitej në rrugët e lagjes dhe luante role imagjinare, jo për spektator, jo për duartrokitje, por sepse nuk mund ta ndalte veten. Kur hyri në Institutin e Lartë të Arteve, nuk ishte thjesht studente e mirë. Ishte fenomeni i gjeneratës. Profesorët flisnin mes tyre me zë të ulët. Kjo vajzë ka diçka që nuk mësohet, diçka që nuk jepet me orë mësimi dhe ushtrime në studio. Ajo kishte atë çka shqiptarët e quajnë me një fjalë të vetme dhe e kuptueshme nga të gjithë, shpirt. Dhe kur Margarita Xhepa interpretonte, shpirti i saj mbushte sallën si drita mbush një dhomë kur hapësh dritaret në mëngjes, pa pritur, tërësisht, pa paralajmërim. Por ky ishte vetëm faqe e parë e librit, sepse askush, absolutisht askush, nuk e dinte atëherë se po shkruhej edhe një faqe tjetër, e fshehur, e mbyllur me dri, e mbajtur larg syve të publikut dhe gazetarëve dhe admiruesve që donin me gjithë zemër. Dhe kjo faqe tjetër kishte emrat e njerëzve që do ta formosonin dhe do ta tujenin njëkohësisht. Kishte data që do t'i ndryshonin gjithçka. Kishte vendime të marra në errësirë, larg skenës, ku buzëqeshja e saj nuk kishte vend. Por le të fillojmë nga fillimi. Le të fillojmë nga ajo vajza me sytë e hapur si dritare, para se bota t'i mësonte se disa dritare është më mirë të mbahen të mbyllura. Ishte fillimi i viteve 50, kur Margarita dha provën e parë publike të talentit të saj, jo në skenë të madhe, por në një mbrëmje kulturore të lagjes, të organizuar nga Shtëpia e Kulturës Lokale. Kishte vetëm 18 vjeç, 16 vjeç dhe një zë që ngjinte flokët. Mes audiencës së asaj mbrëmje, ndodhej dhe një njeri që do të luante rol kyç në jetën e saj, por jo atë rol që ajo kishte imagjinuar. Ishte një funksionar i kulturës, një njeri me lidhje, me ndikim, me buzëqeshje të gjerë dhe sy të vegjël dhe të mprehtë si ato të dikujt që llogarit gjithmonë para se të flasë. Ai e pa Margaritën atë mbrëmje dhe u ngrit në këmbë mes të parëve, duartrokiti fort. Pastaj i tha kolegut pranë tij me zë aq të ulët sa që askush tjetër nuk e dëgjoi, kjo do të jetë e jona. Jo e jona në kuptimin e krenarisë kombëtare. Jo e jona si thesar i artit shqiptar. E jona në kuptimin e dikujt që sheh jo një artiste, por një instrument, diçka që mund të luhet, të kontrollohet, të vendoset dhe të hiqet sipas dëshirës. Ky njeri dhe grupi i ngushtë rreth tij do të ishin ata që Margarita do t'i quante miq të mdhenj gjatë gjithë karrierës së saj. Por çfarë fshihej pas kësaj miqësie? Çfarë çmim pagoi ajo për mbrojtjen dhe hapjen e dyerve që ata i ofronin? Kjo është historia që askush nuk ka guxuar ta tregojë plotësisht deri sot. E megjithatë, para se të arrijmë atje, duhet të kuptojmë madhështinë, sepse vetëm kur e njeh madhështinë, e kupton tragjikën e rënjes. Dhe Margarita Xhepa kishte madhështi të vërtetë, jo atë madhështi artificiale të ndërtuar nga propagandë dhe afishe partijake, por atë madhështi njerëzore që nuk mund të fabrikohet. Zërin, prezencën, dhuntin e komunikimit me njerëzin e thjeshtë. Apo pjesni veten se si mund të bashkëtonte kjo madhështi me atë rrjet të fshehtë njerëzish që mendonin se e zotëronin. Vazhdoni të dëgjoni, sepse përgjigja do t'ju habit. Ekzistojnë sipas burimeve që kanë punuar ngushtë me arkivat e radiofonisë shqiptare, disa incizime të bëra gjatë viteve 70 që nuk janë transmetuar kurrë. Jo sepse ishin teknikikisht të dobëta, jo sepse Margarita nuk ishte performuar mirë,
Por sepse dikush, me dorë, me laps të kuq, me autoritet që nuk diskutoi, kishte shkruar mbi listën e transmetimeve 3 fjalë. Jo për tani. Kush ishte ky dikush? Pse pikërisht ato këngë? Dhe kush tjetër e dinte? Kjo është historia që shumë pak guxojnë ta tregojnë ende sot. Historia e listës së padukshme, e asaj strukture të heshtur dhe të pamshirshme që vendoste jo vetëm se kush do të dëgjojë, por edhe kush do të harrojë, kush do të ngrihej dhe kush do të mbetej i bllokuar në errësirë, pavarësisht zërit, pavarësisht talentit, pavarësisht dashurisë që publiku i jepte. Margarita Xhepa e kishte ndjerë këtë listë mbi kurrizin e saj shumë herë gjatë karrierës. Kishte momente kur ishte shenjtari i dukshëm, kur emri i saj ishte mbi çdo afishe, kur gazeta drita shkruante për të me epitete që rezervoheshin për elitën e artit socialist. Dhe pastaj, pa paralajmërim, pa shpjegim, vinte periudha e heshtjes. Nuk ftohej në festivale, transmetimet redukoheshin, recencat bëheshin të ftohta si muret e një dhome bosh dimri. Kolegët e saj e shihnin dhe heshnin. Ishin mësuar me ritmit e kësaj lloje dhe dinin se pyetjet mund të jenë të rrezikshme. Ata që e njihnin Margaritën nga afër flasin sot, disa prej tyre me emër, disa pa emër, për një zakon të veçantë që ajo kishte. Para çdo performancë të rëndësishme, çdo debuti, çdo gare festivali, ajo vinte te gjyshja e saj, një grua e vjetër nga Lushnja, me duar të rrullura si lvorja e pishës dhe sytë e qetë si liçeni pranë shtëpisë. Kjo gjyshe kishte dhuratën, ashtu e quanin familjarët, dhuratën e shikimit. Jo në kuptimin mistik të fjalës, por në atë kuptim njerëzor të thellë. Ajo shikonte njerëzit dhe leconte brenda tyre si dikush që lecon libra. Dhe gjithmonë i thoshte Margaritës të njëjtën gjë para skenës. Mos ja jep zërin kujtdo. Zëri yt është shpirti yt. Ai që kontrollon zërin tënd, kontrollon jetën tënde. Por kishte edhe diçka tjetër, diçka që familja e saj pranon me hezitim edhe sot, me zë të ulët, duke zgjedhur me kujdes fjalët. Margarita kishte një objekt, disa e quajnë hajmali, të tjerët thjesht një kujtim sentimental. Një unas të vogël argjendi me gur të kuq të trashëguar në gjyshe. Ajo e mbante gjithmonë kur performonte, jo si stoli, por si mbrojtje. Dhe të afërmit e saj thonë se kishte disa momente kur ajo kishte ndjerë që diçka ishte keq, jo si fakt, jo si informacion të sigurt, por si ndjenjë në stomak, si zë i brendshëm që fliste pa fjalë, dhe ato momente, pa përjashtim, paraprihnin gjithmonë ngjarje të vështira. Por asnjëra nga ato ngjarje të vështira të karrierës së hershme nuk mund të krahasojë me atë që po vinte. Askush nuk mund ta kishte imagjinuar atëherë, në vitet e artë të suksesit të saj, se do të vinte një ditë kur lista e atyre që e kontrollonin nuk do të kishte 2 ose 3 emra, do të kishte vetëm një. Dhe ai një do të ishte ndoshta personi i fundit te i cili ajo do të kishte pritur tradhtin. Tradhtin. Fjala del si gjem nga goja dhe nuk mund ta shmangësh. Sepse historia e Margarita Xhepës nuk është vetëm historia e një artiste shqiptare të madhe. Është historia e një gruaje që mësuaj se mori mësimet e vështira të besimit dhe mosbesimit, të miqësisë dhe rivalitetit, të artit dhe politikës, në një kohë kur kufijt midis këtyre gjërave ishin jo ekzistent. Por le të bëjmë një hap mbrapa, sepse para se të kuptojmë krizën, duhet të kuptojmë triumfin. Dhe triumfi i saj ishte real, i pamohueshëm, i shkruar me zë dhe duartrokitje dhe lot. Lotët e audiencës, ato lloj lotës që nuk derdhen nga trishtimi, por nga njohja. Kjo këndon diçka që unë ndjej, por nuk di ta shpreh. Ishim vitet 60 dhe 70 kur Margarita Xhepa u bë jo thjesht emër, por simbol. Tirana e atyre viteve. Ajo Tiranë me bulevardin e gjerë dhe pallatet e bardha, dhe njerëzit me kostume gri që ecnin me hap të vendosur drejt vendeve të punës, kjo Tiranë kishte nevojë desperatisht për diçka që i lejonin. Gëzimin e kontrolluar, emocionin e lejuar, dashurinë e aprovuar. Dhe Margarita u bë zëri i asaj emocione, jo sepse kishte zgjedhur të jetë instrumenti i sistemit, por sepse sistemi kishte zgjedhur atë dhe ajo kishte gjetur mënyrën të mbetej vetja brenda kufive të asaj zgjedhjeje. Teatri kombëtar. Ajo arenë e artë dhe e rrezikshme njëkohësisht, ku karrierat ndërtoheshin dhe shembleshin, e njohu emrin e saj herët. Publiku t'i shquej menjëherë kur Margarita ngjitej në skenë. Kishte diçka në mënyrën si ecte, si kapte rolin, si hapte gojen para se të shqiptonte fjalën e parë, një sekond heshtjeje e plot, një moment ku e gjithë salla mbante frymën bashk, si në pritje të diçkaje të pashmangshme. Dhe pastaj vinte zëri, dhe pastaj nuk kishte asnjë dyshim. Por çfarë ndodhte pas skenës? Kush e priste aty pas perdeve të kuqe dhe dritave të nxehta të projektorit? Dhe pse disa nga kolegët e saj të asaj periude flasin sot me ngjyra kaq të ndryshme kur e kujtojnë, disa me mall të thellë e respekt,
të tjerë me atë hezitim specifik të dikujt që di diçka që nuk dëshiron ta thotë me zë të lartë. Sepse kulisat e artit shqiptar të atyre dekadave nuk ishin as të pastra dhe as të thjeshta. Ishin një labirint ku miqësia dhe invidia gëshetoheshin, ku komplotet e vogla dhe intrigat mbi emrat e festivaleve ishin po aq serioze sa çdo vendim politik, dhe ku mbi të gjitha mbizotronte ky ligj i pashkruar. Ai që kontrollonte mikrofonin, kontrollonte edhe të gjithë të tjerët. Dhe Margarita, me gjithë talentin, me gjithë dashurinë e audiencës, me gjithë atë zë të pazëvendësueshëm, ishte gjithmonë, pavarësisht gjithçkaje, brenda atij labirinti. Diku, në ndonjë zyrë me perde të rëndë dhe trijeza me letra të raditura, njeriu me autoritetin e fjalës së fundit vendoste edhe fatin e saj. Jo gjithmonë kundër saj, por gjithmonë mbi të. Dhe pikërisht kjo gjë, kjo ndjenje shtrëngimit të padukshëm, kjo prang prej qelsi që nuk shihet por ndihet, do të prodhonte brenda saj diçka që do të shpërthente dekada më vonë, pikërisht në momentin e fundit të mundshëm, pikërisht kur anija kishte ngritur spirancën dhe këngët e detit mbushnin portin e durrësit. Por kush ishte realisht ky njeri apo ky grup njerëzish që mbanin qelsin e karrierës së saj? Dhe çfarë lidhje kishte kjo me vendimin historik të vitit 1997? Ky është sekreti që do ta zbulojmë sot, por jo ende, sepse rruga drejt atij zbulimi kallon nëpër vite të tëra, nëpër shumë skenat e tjera, nëpër shumë vuajtje të patreguara. Ishte dikush i cili, sipas atyre që ishin të pranishëm, i kishte thënë Margaritës diçka vite para vitit 1997. Diçka që ajo nuk e kishte ndarë me publikun, por që kishte qarkulluar si shpirt i keq midis njerëzve të rrethit të saj. Ky dikush ishte i afër me pushtetin, dhe fjala e tij kishte vlerën e atij lloji të rënd gjuri që të mban shtrydhur madje edhe kur nuk e ndjen fizikisht. Ai kishte thënë me atë qetësi të ftohush që karakterizon njerëzit e mësuar të komandojnë: Margarita, ti ke zërin ton, dhe zëri ynë nuk shkon kurrë jashtë kufive pa leje. Kjo fjali, sipas burimeve, e kishte mbetur asaj si gjëlqere e ftohtë mbi kurrizë, edhe pasi ai njeri kishte dallë ndaj jeta e saj, edhe pasi sistemi që ai përfaqësonte kishte shembur. Sepse disa zinxhir lihen nga frika, por disa të tjerë lihen nga ajo gjë shumë më e rëndë, nga bindja se pa to nuk di të ecësh. Por kishte një moment i vetëm, i hollë si teli i violinës, kur Margarita kishte dëgjuar zërin e gjyshes. Jo atë zë të vërtet pasi gjysha kishte ndëruar jetë shumë vite më parë, por atë zë të brendshëm, atë zë që e njohim të gjithë dhe shpesh zgjedhim ta injorojmë sepse na thot gjëra të vështira. Ky zë i kishte thënë: mos u mat me gënjeshtrat të tjerëve. E vërteta jote është këtu, në këmbët e tua, mbi tokën ku ke lindur. Dhe pikërisht kur grupi i ngushtë rreth saj, ata miq të vjetër, ata mbrojtës të hershëm, ata njerëz me lidhje dhe biznese të reja të pas vitit 1991, i kishin organizuar çdo detaj të largjimit, kur kishin rezervuar biletat, kur kishin folur me njerëzit e nevojshëm në anën tjetër të Adriatikut, kur gjithçka duke e sigurt dhe e planifikuar, pikërisht atëherë kishte filluar të dyshoj. Grupi i ngushtë. 5-6 njerëz, jo më shumë. Bashkë me Margaritën, kishin kaluar dekadat e tëra të artit socialist. Bashkë kishin naviguar të njëjtin labirint, ve tani, viti 1997, me Shqipërinë të shpërbërë si qelçi mbi balt, me Tiranën e mbushur me zëra armësh dhe frikë, ata kishin vendosur se koha kishte ardhur të shpëtonin vetveten. Kishin ndërtuar urat, kishin gjetur sponsorët, kishin siguruar vendet në anije. Por a e dinin të gjithë ata me të njëjtat synime? Apo kishte midis tyre dikush që kishte synime pak më të ndryshme? Dikush për të cilin largjimi i Margaritës në Shqipëria nuk ishte vetëm çështje sigurie, por çështje kontrolli të zgjatur mbi një zë që kishte vlerë edhe jashtë atë veut. Kjo pyetje nuk gjen përgjigje të lehtë, por gjen gjurmë. Dhe gjurmët çojnë kudo, por jo në vend të pastër. Ndërkohë, Shqipëria e vitit 1997 nuk ishte thjesht kaos. Ishte diçka shumë më personale për ata që jetonin brenda saj. Ishte rënia e iluzioneve të mbetura nga kalimi stuishëm i viteve 90. Ishte zbulimi se demokracia e premtuar nuk ishte ardhur me liri dhe mirëqenie, por me piramida financiare, me kursime të gëlltitura, me familje të shkatëzuara brenda natës. Njerëzit që humbin kursimet e tyre, gjithçka që kanë mbledhur me vite pune, ata njerëz nuk gëzohen, ata zemrojnë. Dhe ku zemrojnë mjaft, kur nuk shohin rrugë tjetër, ata ngrenë armët e lëna pa kujdes pas rënies komuniste dhe fillojnë të gjuajnë, jo gjithmonë me qëllim. Ndonjëherë thjesht sepse gjuajtja është vetmja formë fjalimi e mbetur. Ky ishte konteksti, ky ishte vendi që Margarita Gjepa kishte zgjedhur të mos e braktisë. Por ai ishte vërtet zgjedhje,
apo kishte diçka tjetër, diçka brenda asaj gjendjeje komplekse të shpirtit të saj, ajo ndërsekje midis detyrës dhe frikës dhe dashurisë dhe turbullirës, që e kishte mbajtur të fiksuar mbi tokë si rrënjët e pemës. Dhe nëse kjo ndjenjë kishte emër, çfarë emri kishte? Sepse ata që njohën atë vit, ata që ishin në anije dhe ata që qëndruan, thonë se Margarita nuk ishte thjesht heroin. Ajo ishte grua me frikën e saj, me dushimet e saj, me historinë e saj të ndërlikusur pas karrierës dhe mbrojtjeve dhe zinxhirëve të padukshëm. Dhe vendimi i saj, nuk ishte ardhur si frymëzim i papritur. Kishte ardhur si rezultati diçkaje që po ndodhte prej muajsh, prej vitesh, brenda asaj gjendje komplekse të shpirtit të saj. Çfarë kishte ndodhur realisht muajt para vitit 1997? Kush i kishte thënë çfarë? Dhe cili nga miqtë e grupit të ngushtë kishte luajtur rolin vendimtar, edhe nëse roli i tij nuk ka qenë ai i hero. Kjo është pyetja e vërtetë. Dhe kjo pyetje na çon drejt asaj që ndodhi pas vendimit, pas portit të Durrësit, pas anijes që u largua pa Margaritën, dhe çfarë do të zbulonte kjo zgjedhje për ata që e rrethonin. Në sirtarin e sipërm të zyrës së drejtorit të teatrit kombëtar, sipas dikujt që ka punuar aty për mbi 20 vjet dhe sot flet me emrin e fshehur, ruhet ende një dokument me 2 faqe të daktilografuara, me vullë zyrtare dhe nënshkrim të bërë me shkronja të mëdha dhe të sigurta. Ky dokument nuk është kontratë e zakonshme artistike, nuk flet për paga, për role, për numrin e performancave në vit. Flet për diçka tjetër krejtësisht, flet për kufijtë e lirisë. Sipas atij burimi, njëri nga pikat e këtij dokumenti, pika e 6, e shkruar me gjuhën e thatë ligjore të sistemit të dikurshëm, thoshte shprehimisht se artisti nuk mund të jep deklarata publike, nuk mund të jap intervista jashtë kanaleve zyrtare dhe nuk mund të përfaqësohet artistikisht jashtë vendit pa aprovimin me shkrim të institucionit dhe të organeve kompetente. Margarita Zepa kishte nënshkruar këtë dokument, ose diçka shumë të ngjashme, herët në karrierën e saj, kur ishte e re dhe kur dyert e hapura dukeshin si bekim, jo si kurth. Por çfarë do të thotë kur kuptoni se ajo që ju dukej derë e hapur ka qenë gjithnjë portë me brau nga jashtë, brau të cilën vetëm ju nuk e keni mbajtur? Duhet të kuptojmë kushtet reale brenda të cilave artisti shqiptar ekzistonte gjatë dekadave të socializmit, sepse vetëm kështu mund ta kuptojmë vendimin e vitit 1997 në thellësinë e tij të vërtetë. Nuk mjafton të thuash ajo çndroi nga dashuria për atë dheun. Kjo është e vërtetë, por është vetëm gjysma e historisë. Gjysma tjetër, ajo gjysmë që nuk tregohet në gazetat festive dhe emisionet kushtimore, është historia e asaj se si sistemi kishte ndërtuar brenda artistit të vet, me kujdes dhe durim, atë strukturë psikologjike ku largjimi duke jo thjesht i vështirë, por pothuajse i pamundur. Kontra ta e fshehtë, sepse kështu mund ta quajmë, edhe nëse ky term nuk është juridikisht i saktë, nuk ishte vetëm letër. Ishte edhe besimi mbjellë me vite. Jashtë kufive ti nuk je asgjë, këtu je gjithçka. Kjo mesazh nuk thuhet me fjalë të drejtë për drejta, do të ishte shumë i qartë dhe do të ngrinte rezistencë. Thuhet me mënyra të holla, me shembujt e atyre artistëve që kishin emigruar dhe kishin rënë në harres, me historitë e rrëfjera me keqardhje të studiuar për ata që u larguan dhe nuk gjetën veten asnjëherë, me krahasimin e vazhdueshëm midis adeut që të nderon dhe botës së jashtme që të harron. Ishte manipulim i rafinuar dhe funksiononte pikërisht sepse ishte i rafinuar. Tani imagjinoni se çfarë ndodh brenda një shpirti njeriu kur ky sistem bie papritur, kur në vitet 90 muret bien, dyert hapen dhe papritura i burgi qellkçë nuk ka më mure. Liri e papritur mund të jetë paq traumatike sa burgosja e papritur, dhe kjo nuk është paradoks, kjo është psikologji e dokumentuar. Margarita Zepa kishte kaluar në para të kalim të stuhishëm të viteve 90 si shumica e bashkëdetarëve të saj, me konfucion, me shpresë, me zhgënjim dhe me atë ndjenjë specifike të dikujt që ka luajtur gjithë jetën sipas rregullave të një lloje dhe papritur lloja ka ndryshuar, por ai vetë nuk ka ndryshuar ende. Por kishte diçka tjetër, diçka konkrete, jo thjesht psikologjike, që e lidhte atë me tokën e Shqipërisë edhe në muajt e tmeshëm të vitit 1997. Dhe kjo gjë konkrete kishte të bënte me njerëzit. Jo me abstraksionin popullit shqiptar, por me njerëzit e veçantë, të konkret, me emra dhe fytyra dhe histori, studentët e artit që e ndiqnin prej vitesh, nenat e moshuara të lagjeve të Tiranës që dinin përmendësh çdo këngë të saj, fëmijët e shkollave që ishin rritur duke dëgjuar zërin e saj nga radiot e shtëpive. Pikrisht këta njerëz, në muajt e vitit 1997, ishin goditur më rënd nga kriza. Kishin humbur kursimete, kishin humbur të dashurit, kishin humbur besimin. Dhe Margarita e dinte me atë dijeni të thellë që nuk vjen nga logjika por nga shpirti, se nëse edhe ajo largohej,
Nëse edhe ajo si shumë të tjerë zgjidh të shpëtimin e vet, diçka do të tyhej brenda atyre njerëzve që nuk mund të rindërtohej lehtë. A ishte kjo naivitet? A ishte vetë sakrificë? A ishte ndoshta edhe frika nga e panjohura e veshur me rrobat e heroizmit? Dikush mund të argumentoj për secilën nga këto mundësi. Por ajo çfarë mbetet e pamohueshme, ajo çfarë vërtetohet nga çdo person që e ka njohur atë periudhë nga afër, është se vendimi i saj nuk ishte i lehtë dhe nuk ishte i papaguar. Por çë çmim pagoi realisht Margarita Çepa për atë vendim? Dhe kush, nga të gjithë ata që kishin marrë ranijen, ktheu kokën dhe e pa duke qëndruar në Bregdet dhe u ndije jo krenar, por i friksuar nga ajo çfarë po shihte. Ekziston një apartament në një nga lagjet e vjetra të Tiranës. Një apartament që banorët e atij pallati të njohin prej vitesh si apartamenti i heshtjes, ku Margarita Çepa kaloi disa nga periudhat më të vështira të jetës së saj, larg skenës dhe kamerave. Nuk ishte shtëpia e saj zyrtare. Shtëpia e saj zyrtare e dihej, adresohej nga gazetarët dhe admiruesit. Ky apartament tjetër ishte diçka ndryshe, një hapësirë e heshtur, pothuajse monastike, ku ajo tërhiqej kur bota jashtë bëhej shumë e zhurmshme dhe ku shpirti i saj kërkonte diçka që skenën dhe mikrofonat nuk mund ta jepnin. Banorja e katit të dytë. Një grua e moshës rreth 70 vjetëve, e cila sot flet me zë të ulët dhe sy që shikojnë diku larg kur kujton, thot se e dëgjonte ndonjëherë Margaritën duke ecur nëpër dhomë në orët e mëngjesit, hap pas hapi, si dikush që mat diçka me këmbët e veta. Dhe ndonjëherë, sipas saj, dëgjonte edhe zë, jo këndim, por diçka midis të follurit me vete dhe vajtimit të heshtur si njeriu që po zgjidh një problem shumë të vështirë dhe nuk gjen dot zgjidhje. Ky apartament, kjo hapësirë dyfisht e fshehtë e panjohur për shumicën, është simboli diçkaje thelbësore në historinë e Margarita Çepës, e asaj hendekut midis jetës publike dhe jetës private, midis artistit të lavdishëm dhe gruas që vuante vetëm, midis imazhit dhe realitetit. Sepse Margarita kishte mësuar herët, e detyruar nga sistemi, nga koha, nga rrethana, se ndjenjat e vërteta nuk kanë vend në dritën e projektorit. Ato duhen fshehur me kujdes, si letra dashurje në sirtarin e poshtëm në ngëzofin dimror. Ata që e vizituan në atë periudhë, disa miq besnik, disa kolegë të vjetër të artit, flasin për një Margarita krejtësisht të ndryshme nga ajo e skenës. Flasin për një grua që kishte humor të ngrohtë dhe autentik, që mund të bënte shaka mbi veten pa kursim, që gatiste ushqim të thjeshtë me kënaqësi dhe fliste me ngadalësi dhe kujdes të madh kur e pyese për diçka që e kishte lënduar. Por flasin edhe për ato momente, të rralla por të paharruara, kur ajo bëhej e papritur e heshtur, si drita që fiket papritur, si radio e mbyllur mes transmetimi. Dhe kur e pyesnin çfarë kishte, ajo thoshte me buzëqeshje të lehtë, po mendoj. Por syri i saj nuk kishte buzëqeshje brenda, syri i saj kishte diçka shumë më të rëndë. Ata kolegë të cilët e kishin njohur prej vitesh, din shumë mirë çfarë fshihej brenda asaj, po mendoj. Fshiheshin dekadat e akumuluara të kompromiseve të vogla dhe kompromiseve jo aq të vogla, çdo vendimi marrë nën hije, çdo herë kur kishte pranuar të mbyll gojen kur shpirti i thoshte të fliste, çdo herë kur kishte luajtur rolin e artistes model, ndërkohë që brenda saj vllonte zemërata ose trishtimi ose dyshimi. Ishte ajo lodhje specifike e njerëzve që kanë jetuar shumë kohë midis asaj çfarë janë dhe asaj çfarë duhet të duken. Lodhje që nuk shërohet me gjumë, por vetëm me të vërtetën. Por kishte edhe diçka tjetër brenda atij apartamentit të heshtjes, diçka që një nga vizitatorët e rrallë e ka rrëfyer duke i theksuar si detaj të rëndësishëm, edhe nëse në çastin e parë mund të duket i vogël. Mbi tryezën e vogël pranë dritares, gjithmonë kishte dy gjëra: një libër, ndryshor, ndonjëherë poezi, ndonjëherë prozë, ndonjëherë filozofi, dhe një fletore e vogël me kopertinë blu, e mbyllur me gome, pa asnjë shënim nga jashtë. Kur askush nuk e kishte parë të hapur atë fletore. Kur askush nuk ishte guxuar të pyeste çfarë kishte brenda. Por të gjithë dinin se ekzistonte, ve të gjithë, me atë intuit kolektive që krijohet midis njerëzve të ngushtë, kuptuan se ajo fletore ishte ai vend ku Margarita dëgjonte veten e saj pa censur. Gjatë vitit 1997, sipas fqinjve dhe vizitorëve të rrallë, ai apartament u bë edhe më i mbyllur. Margarita vinte atje jo për çiltëri, por për mbijetesë të brendshme. Jashtë, Shqipëria po shpërbëhej. Brenda, ajo po lente historinë e saj të vendoste vetë. Por ky apartament kishte edhe funksionin e tij të rrezikshëm, funksionin e izolimit. Dhe izolimi, si gjithçka tjetër, mund të jetë mbrojtje ose burg, varësisht nga ana e cilës e lexon. Ata njerëz që dëshironin ta shihnin të largohej, të shihnin zërin e adheut të transferohej jashtë kufive, duke marrë me vete vlerën, emrin dhe karrierën potenciale për të cilën ata kishin plane të tyre, e dinin shumë mirë se izolimi i saj e bënte atë të cenueshme, i bënte atë më të lehtë për t'u manipuluar.
dhe disa nga ata sipas burimeve nuk nguruan ta shfrytëzonin këtë cenim. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se gjatë muajve para vendimit të matë, sipas disa burimeve, rreth margaritës thuhet se u krijua një trysni, jo e dhunshme, jo e hapur, por e vazhdueshme, për ta bindur se largjimi ishte opsioni vetëm i arsyeshëm. Argumentet ishin racional dhe emocionale njëkohësisht. Shqipëria po shkatërohet. Ti nuk mund të bësh asgjë këtu. Karriera jote meriton të vazhdoj. Jashtë do të kesh liri artistike. Jashtë do të fitosh mundësinë të tregohesh botës si artiste e vërtet. Kush nuk do të lëkundej nga këto fjalë? Dhe Margarita u lëkund. Po, edhe ajo u lëkund. Bileta ekzistonte sepse ajo, në një moment, kishte thënë ndoshta. Kishte pranuar të mendonte mundësinë. Por midis ndoshtave po, qëndron gjithë distanca midis njeriut që jeton me frikë dhe njeriut që jeton me bindje. Ve po, cila ishte ajo bindje e fundit, ajo ndjesi e pakapshme por e pathieshme që e bëri atë të kthehi, të zbriste nga anija, të qëndronte. Kush apo çfarë i foli atë natë? Ka njerëz që e mbajnë kujtesën e ngjarjeve të vitit 1997 si plagë të hapur, jo sepse nuk janë shëruar, por sepse zgjedhin të mos shërohen plotësisht, sepse shëtia e plot do të thotë edhe harresen e plot, dhe harria e plot ndihet si tradhtia ndaj atyre që vuajtën. Ndër ata njerëz janë edhe disa artistë brezit të Margarita Xhepës, njerëz që e njohën atë nga afër, që luftuan të njëjtat betejë, që morën zgjedhjet e ndryshme, veç që sot, me vite mbi shpinë dhe eksperiencë mbi shpirt, e kuptojnë atë periudhë me një qartësi që në çastin e ngjarjeve ishte e pamundur. Njëri nga ata, burri moshuar, ish aktor i teatrit kombëtar që kishte ndarë skenën me Margaritën në vitet e arta, veç që sot jeton jashtë Shqipërisë, ka treguar diçka të jashtëzakonshme. Se 2 javë para anijes, gjatë një takimi mes disa artistëve në Tiranë, doli në dritë diçka tepër e çuditshme. U tha, jo me dokumente, por nga njerëz që kishin lidhje, se disa nga miqtë e ngushtë që organizonin largimin e Margaritës kishin pasur tashmë kontakte me shtëpi produksioni dhe agjenci italiane, dhe se, sipas asaj që thuhet, emri i Margaritës kishte qenë lënë si ofertë, si tesar i mundshëm artistik, pa dijenin e saj, nëse kjo e vërteta ishte. Nëse kjo informacion është e saktë, dhe burimi insiston se është, atëherë largjimi i Margaritës nuk do të kishte qenë thjesht shpëtim personal. Do të kishte qenë edhe kalim nga dora e njërit grup kontrollues te dora e grupit tjetër. Kishte njerëz që mendonin se zëri i Margarita Xhepës kishte vlerë tregtare jashtë Shqipërisë dhe kishin ndërmend ta kapitalizuar atë vlerë, me ose pa miratimin e saj të plotë dhe të ndërgjegjshëm. Ky informacion, nëse arriti veshët e Margaritës, nëse dikush besnik ja tregoi atë natë apo ditët para anijes, mund të shpjegoj shumë gjëra. Mund të shpjegoj pse ajo, njeriu që kishte pranuar bileten dhe kishte thënë ndoshta papritur dhe pa shumë fjalë, kishte vendosur jo. Mund të shpjegoj pse vendimi i saj nuk ishte ardhur si gëzim heroik, por si vendim i thellë dhe i qetë. I tillë vendimi i dikujt që ka kuptuar diçka të rëndësishme dhe nuk ka nevojë të shpjegoj shumë, sepse shpjegimi do të kushtonte shumë njerëzve shumë turp. Sepse Margarita Xhepa kishte jetuar gjithë jetën brenda atij sistemi komplikuar të kontrollit dhe lirimit të kufizuar dhe miqësisë me çmim. E dinte shumë mirë se si funksiononte. E dinte shumë mirë si dukeshin njerëzit që të donin mirë, por kishin edhe llogaritë e tyre. E kishte parë shumë hera të model, si artiste, si grua, si njeri. Dhe ndoshta atë natë pranë portit të Durrësit kishte njohur modelin edhe një herë të fundit, dhe kishte thënë jo sërish. Por çfarë ndodhi me ata njerëz, me atë grup miq të ngushtë, pasi anija u largua pa Margaritën? A ndryshuan planet e tyre? A kishte midis tyre dikush që u ndje i lënduar, i mashtruar, i zhveshur nga diçka në të cilën kishte investuar? Dhe nëse po, si u shfaq ky zemrim i tyre? A u shfaq me fjalë apo me heshtje? Sepse ndonjëherë heshtja e atyre që dihen din është forma më e rëndë e ndëshkimit. Sepse historia e Margarita Xhepës pas vitit 1997 nuk është thjesht historia e njërit nga njerëzit që qëndroi. Është edhe historia e asaj se si qëndrimi i saj u prit nga ata që kishin pritur diçka tjetër, dhe si kjo pritje e tratuar la gjurmë mbi karrierën dhe jetën e saj në vitet që pasuan. Por kjo histori, historia e viteve pas vendimit, është diçka që duhet ta shohim me shumë kujdes, duke mbledhur copa nga shumë burime, sepse gjurmët janë atje, por janë të shpërndara me kujdes nga duart e atyre që nuk kanë interes t'i shohin të bashkuara. Për 25 vjet, ajo grua nuk ishte folur me asnjë gazetar, asnjë dokumentarist, asnjë njeri me mikrofon ose kamer. Kishte jetuar me heshtjen e saj si me një mantel të rënd, jo nga dëshira, por nga frika, sepse kishte gjëra brenda asaj heshtjeje që nuk ishin vetëm të sajat, gjëra që preknin njerëz ende gjallë,
njerëz me ndikim, njerëz që dinin si funksiononte gënjeshtra kur vishej me rrobat e të vërtetës. Por kur u ul para kamerës son për herë të parë, grua e moshës rreth 65 vjetëve, me duart e lidhura bashkë mbi gjuhë dhe sytë e qetë të dikujt që ka vendosur të mos ketë më frikë, ajo tha diçka që ndryshoi çdo gjë që mendonim se dinim për vendimin e Margaritës në vitin 1997. Kjo grua, të cilën do ta quajmë Vera, jo emrin e saj të vërtet, sepse kjo ishte kushti i saj vetëm, kishte qenë ndihmëse e ngushtë administrative pranë drejtorisë artistike gjatë viteve 90, pozicion modest me titull, por tepër i fuqishëm me informacion. Ajo dinte çfarë letra hinte dhe dilte, çfarë telefonata bëheshin pas djerve të mbilura, çfarë emra shkruheshin në agjendat e takimeve dhe çfarë emra fsiheshin me kujdes nga proces verbalet zyrtare. Kishte dëgjuar biseda që nuk ishin destinuar për veshët e saj, kishte parë dokumente që nuk ishin destinuar për sytë e saj, dhe kishte mbajtur gjithçka brenda, si dikush që ka gëlltitur gur dhe mësohet të ecë me peshën e tyre. Margarita nuk ishte e vetme atë natë, tha Vera, me zë të qetë dhe të barabartë, siç flasin njerëzit kur kanë praktikuar fjalët shumë herë para pasqyrës. Pranë saj ishte ai njeriu, ai që organizoi gjithçka, ai që pagoi biletat, ai që kishte marrëveshjet me anën tjetër të Adriatikut. Dhe ajo i kishte thënë, sipas asaj çfarë kam dëgjuar nga ata që ishin prezent, tregom të vërtetën, ku do të shkoja realisht nëse hipjan ata anije. Dhe ai nuk ju përgjigj menjëherë, heshti shumë gjatë, dhe pikrisht ajo heshtje, jo fjala por mungesa e fjalës, ishte përgjigja. Vera ndaloi dhe shikoi diku pranë dritares, si dikush që kujton jo me mendjen, por me trupin. Pastaj shtoi diçka që na frostoi. Ajo kishte kuptuar se askush nuk e shpëton falas, gjithmonë ka çmim. Veçmimi që ja kishin caktuar asaj pa e pyetur asnjëherë, ishte karriera e saj, zëri i saj, identiteti i saj artistik si produkt për dikë tjetër. Jo si Margarita Xhepa, si zonja me zërin e bukur nga Shqipëria, që do të shërbente interesave të grupeve tregtare italiane që kishin gjetur rastin. Ky rrëfim, i parë dhe ndoshta i fundit i Verës para kamerës, rëzon me forcë narrativen e thjeshtuar të heroizmit romantik. Margarita Xhepa nuk ishte qëndruar thjesht sepse donte, kishte qëndruar sepse kishte kuptuar, me atë intuit specifike të gruas që ka kaluar 6 dekada duke lehtësuar njerëzit pas maskave, se shpëtimi i ofruar kishte zvendësuar një burg me një tjetër, vetëm me pamje më të bukur në dritaret. Por ajo çfarë Vera nuk na tregoi, ajo çfarë mbajti brenda edhe atëherë kur kishte vendosur të fliste, ishte emri i atij njeriu. Emri i atij që organizoi gjithçka, emri i atij që heshti. A e dini pse? Sepse sipas Verës, ai njeri është ende gjallë. Dhe njerëzit gjallë me historinë e gabimeve të mëdha shpesh kanë krah të gjatë dhe kujtesë shumë të mirë. Kush ishte ai njeri? Dhe nëse Margarita e dinte emrin e tij të vërtet, emrin pas maskës së miqësisë, pse nuk foli kurrë? A kishte diçka tjetër që e mbante gojën mbyllur edhe pas vitit 1997, edhe pas vendimit, edhe pas gjithçkaje? Nuk e ka treguar kurrë askush, jo gazetarët, jo biografi potencial, jo fansat të devotshëm që ndoqën gjithë jetën, se cila ishte gjendja e vërtet shëndetësore e Margarita Xhepës gjatë vitit 1996 dhe fillimit të vitit 1997, atë periudhë direkt para vendimit historik. Jo sepse nuk ishte çfarë të thuaj, por sepse ata pak që dinin kishin marrë, me mënyra të ndryshme, mesazhin se kjo ishte informacion që nuk duhej të qarkullonte. Mjeku i saj i asaj kohe, një mjek i brendshëm me reputacion të mirë profesional, i cili sot jeton në pension, ka pranuar gjatë një bisede jo formale që na ka ardhur nëpërmjet një ndërmjetësi, se kartellat mjekësore të asaj periudhe nuk pasqyrojnë të gjithë tablon klinike. Kjo frazë vetme, e thënë me kujdesin specifik të dikujt që flet legalisht, thot gjithçka pa thënë asgjë, dhe pikërisht kjo është ajo çfarë duhet të shqyrtojmë sot. Ata që e kanë parë Margaritën gjatë viteve 90, jo nga distanca e sallës dhe projektorëve, por nga afër, në ambiente private, gjatë provave dhe takimeve jo formale, flasin për ndryshime fizike dhe energjetike që ishin të dukshme, por kur të komentuara hapur. Ata flasin për një lodhje kronike që nuk kallonte me pushim. Për ato mëngjes kur arrinte në provë me 7 të rënd dhe sytë e pavdekur, por pastaj diçka ndriçoi brenda saj sapo hiqej muzika, si nëse trupi kishte një rezervë emergjence dhe vetë se muzika kishte qelsin. Flasin edhe për momente kur mes provave ndahej nga grupi dhe ulej vetëm në këndin e studios me kokën ullur dhe duart mbi fytyrë, si dikush që po llogarit diçka shumë të rëndë ose po pret të kalojë diçka shumë e vimshme.
Sipas disa dëshmive që nuk mund t'i verifikojnë plotësisht, shëndeti i saj gjatë asaj periudhe mund të ketë qenë shumë më i brisht në sa dinte publiku. Dhe nëse kjo është e vërtet, kjo është informacion që dikush ka dashur me qëllim ta mbajë të fshehur. Kishte presione të mëdha fizike dhe psikologjike të akumuluara, kishte vite tensioni kroniko me sistemin, kishte kaluar në ndryshimin e papritur të viteve 90, duke mbajtur mbi shpinë jo vetëm karrierën e vet, por edhe shpresën e njerëzve që e shihnin si pikë reference në kaos. Gjithë kjo peshë ishte reale, fizike, trupor, jo thjesht metafor poetike. Dhe pikërisht kjo gjendje, kjo brishtësi e fshehur me kujdes prapa imazhit publik të forcisë dhe devotshmërisë, e bënte vendimin e vitit 1997 edhe më të mrekullueshëm dhe më tragjik njëkohësisht. Sepse ajo grua që qëndroi, ajo grua që tha nuk i ki me atë qetësi që friksoi të gjithë, nuk ishte grua e shëndetshme e gatshme për luftime. Ishte grua e lodhur, fizikisht dhe shpirtërisht e sfilitur, e cila kishte zgjedhur të mbetej pikërisht kur të mbesësh kërkonte gjithçka çfarë kishte. Ata rreth saj, kush ishin saktësisht ende nuk dihet me siguri. Sipas verës, thuhet se kishin përdorur edhe argumentin mjekësor si mjet bindjeje. Jashtë do të kesh kujdes më të mirë mjekësor, do të kesh mundësi shëruese që këtu nuk ekzistojnë. Shqipëria e vitit 1997 nuk ka as spitale funksionale, as stabilitet. Nëse rri këtu dhe sëmursh, askush nuk mund të të ndihmoj. Kjo ishte strategjia e fundit. Ajo kartë e fundit e luajtur, kur argumentet e karrierës dhe lirisë artistike nuk kishin arritur rezultatin e dëshiruar. Luajtën kartën e trupit. Luajtën kartën e mbijetesës biologjike. Por as kjo kartë nuk ishte funksionuar. Dhe arsyeja pse nuk ishte funksionuar, arsyeja e thellë, jo ajo e deklaruar, kishte të bënte me diçka shumë të thjeshtë dhe shumë njerëzore njëkohësisht. Margarita Xhepa kishte jetuar gjithë jetën duke ndenjur midis asaj çfarë trupi i thoshte dhe asaj çfarë shpirti i thoshte. Dhe sa herë kishin qenë në konflikt këto dy zëra, kishte zgjedhur shpirtin. Jo nga heroizëm, por nga mërzitja e thellë e dikujt që ka provuar shumë herë rrugën e kompromisit dhe ka parë se ku çon. Ka dhe diçka tjetër, diçka konkrete dhe e parfyer deri sot, rreth atyre ditëve të fundit para anijes. Njëri nga mjekët e lagjes, jo mjeku i saj kryesor, por dikush që kishte vizituar disa herë gjatë atij viti, ka rrthyer me shumë kujdes dhe me shumë hezitim se Margarita kishte pasur një periudhë të vështirë fizike rreth 2 muaj para datës së anijes. Kishte pasur javë ku tërheqja nga skenë dhe nga shoqëria publike kishte qenë e plot, kur apartamenti i heshtjes kishte qenë bota e saj e vetme. Dhe gjatë asaj periudhe, sipas atij mjeku, kishte pasur momente kur ajo kishte shprehur me zë të lartë diçka që ai e kishte mbajtur brenda gjithë këto vite si fjalë të bëra nga plumbi. Nëse do të vdes, dua të vdes këtu. Jo mes njerëzish që nuk e dinë emrin tim të vërtet. Kjo fjali, emri im i vërtet, nuk ishte thjesht retorik, ishte deklarat identiteti. Ishte mënyra si ajo e konceptonte ekzistencën. Jo si trup biologjik me nevojë për kujdes mjekësor, por si histori njerëzore me rrënjë, me kontekst, me kuptim të lidhur pasgjithshmërisht me tokën ku ishte ndërtuar. Por edhe kjo gjendje brisht, edhe ky moment i dobësisë fizike dhe shpirtërore, do të kishte një dimension tjetër tepër të rëndë dhe tepër shumë herë të ignoruar. Rolin e atij grupi të njerëzve rreth saj dhe mënyrën si ata shfrytzuan apo mos shfrytzuan këtë moment. Sepse kur njeriu është i brisht, ata rreth tij bëhen edhe më shumë çfarë janë realisht. Disa bëhen kujdestar, disa bëhen arkitekta planesh. Me cilin grup kishte të bëjë ata njerëz të ngushtë rreth Margaritës në atë kohë dhe kush prej tyre zgjodhi cilin rol, është pyetja që ka mbetur pa përgjigje të plotë deri sot, dhe ndoshta ka mbetur kështu jo nga rastësi, por nga dizajn. Nuk mund ta dim me siguri absolut nëse ajo e kishte lecuar faqen deri në fund para se të kthente kokën. Nuk mund ta dim nëse dikush ja kishte treguar apo nëse ajo vete kishte kuptuar nëpërmjet atyre shenjave të vogla dhe akumuluese që njeriu me intuit i lecon pa i dëgjuar. Atë tërthorje të syrit kur bëj pyetje e gabuar, atë nxitim të tepërt kur diskutuaj data, atë mënyrë si disa njerëz fillonin të flinin kur biseda kthehej te çfarë do të ndodhë me shtëpinë, me gjërat, me arkivin. Por ekziston, sipas burimeve tona, diçka tepër konkrete, diçka materiale, jo vetëm psikologjike, që mund të ketë ndryshuar dinamikën e atyre ditëve të fundit para anijes. Ekziston një zarf. Ky zarf, i vogël, i bardh, me emrin e Margaritës të shkruar me dorë dhe jo me makinë shkrimi, ishte lënë në derën e apartamentit të heshtjes 3 ditë para datës kur anija do të nisej. Kush e la, askush nuk e ka pohuar ndonjëherë. Çfarë kishte brenda, vetëm Margarita e dinte,
dhe nuk e tregoi kurrë, jo publikut, jo miqve të ngushtë, jo askujt. Por efekti i atij zarfi ishte i dukshëm. Njerëzit pranë saj tonë se pas atij mëngjesi, pas asaj ore kur e gjetën dhe e hapën brenda apartamentit vetëm, diçka kishte ndryshuar në qëndrimin e saj. Kishte ndryshuar mënyrën si fliste, si shikonte, si i përgjigjej pyetjeve. Kishte bërë pyetje të reja dhe kishte ndaluar së bëri pyetje të vjetra. Ky zarf, ky objekt i vogël, material, pothuajse i parëndësishëm nga pamja jashtme, është ndoshta pika ku e vërteta fshihet me kujdes të madh. Jo sepse vetë zarfi ka ndonjë rëndësi mistike, por sepse ai zarf përfaqëson atë çfarë sistemi i informacionit personal, ai rrjet i padukshëm i njohurive, i kujdesit të fshehtë, i dashurisë anonime, mund të jetë i aftë të bëjë, të ndërhyjë në momentin vendimtar kur gjithçka tjetër ka dështuar. Ka njerëz që besojnë se brenda atij zarfi ishte informacion, konkret, faktik, emra dhe numra dhe data, rreth asaj çfarë i pritej Margaritës nëse hipte atë anije. Informacion mbi miqt dhe planet e tyre dhe marrëveshjet e bëra pa dijen e saj. Ka të tjerë, romantik të historisë, njerëz që duan t'i besojnë forcës së emocionit mbi llogaritjen, që thonë se zarfi kishte vetëm disa rreshta, ndoshta nga dikush që e donte, ndoshta nga dikush që nuk kishte guxim ta toshte me zë të lartë, mos ik, ke nevojë këtu, ne kemi nevojë për ty. Por realiteti, ashtu si çdo herë me Margarita Xhepën, nuk mund të reduktohet lehtë. Nuk ishte ose njëra ose tjetra, ndoshta zarfi kishte të dyja, informacionin dhe dashurinë, llogaritjen dhe lutjen. Dhe ndoshta pikrisht kjo kombinim, kjo ndërsekje e kokës dhe zemrës brenda dy faqeve të vogla, ishte çfarë i dha asaj qartësinë e fundit, atë qartësi specifike pas të cilës vendimi nuk është më çështje argumenti, por çështje natyre. Çfarë ndodhi pas asaj dite? Çfarë ndodhi kur grupi i miqve të ngushtë kuptoi se Margarita nuk do të vinte, është histori e dhimbshme dhe e rëndë. Histori që ka lënë gjurmë mbi vitet e mëvonshme të karrierës së saj, në mënyra që janë të dukshme nëse diku të shohësh, po shumë të lehta për t'u fshehur nëse nuk dëshiron t'i shohësh. Sepse midis atyre që morën anijen dhe u larguan pa Margaritën, ishte edhe ai njeri me heshtjen e tij si përgjigje, ai organizatori gjithçkaje, ai i cili sipas verës kishte marrëveshjet me anën tjetër të Adriatikut. Ky njeri, sipas burimeve, u largua duke mbajtur diçka të sajat. Jo thjesht valishen dhe dokumentet dhe biletat e paçnuara, mbajti edhe kontaktet, edhe lidhjet, edhe ato emra dhe numra dhe marrëveshje gjysmëbëra, të cilat tani pa Margaritën kishin nevojë për informatim. Dhe mbajti edhe, sipas atij burimi tek i cili po kthehemi vazhdimisht, atë ndjenjë specifike të dikujt, të cilit i ka rënë diçka nga dora pikërisht kur kishte zgjatur ta kapte. Jo ndjes fajt, jo remors, por ajo frustracioni ftohtë i dikujt që ka investuar dhe nuk ka marrë kthim. Kjo ndjenjë, kjo frustrimi ftohtë, kishte gjetur mënyrën të materializohej në vitet pas vitit 1997. Jo me akte dramatike, jo me konflikte hapur, jo me deklarata publike, me diçka shumë më e rafinuar dhe shumë më e dhimbshme, me heshtje strategjike, me mungesë rekomandimesh, me emrin e Margaritës që u dëgjua gjithnjë më pak në biseda profesionale, me mundësi bashkëpunimesh ndërkombëtare që u vanishuan pa shpjegim, me portat që dikur kishte hapur ai njeri dhe që tani, pa pritur dhe pa bujë, gjendeshin të mbyllura. Por Margarita Xhepa, dhe kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme rreth karakterit të saj, nuk e lejoi veten ta njihte humbjen. Nuk foli, nuk akuzoi, nuk ndërtoi narrativ të viktimës. Vazhdoi të punoj me atë devotshmëri kokfort dhe pothuajse zemëruese të dikujt që refuzon të bëhet çfarë të tjerët duan të shohë. Dhe publiku, ai publik besnik, ai publik i nënave dhe gjysheve dhe njerëzve të thjeshtë, me histori të thjeshtë dhe ndjenja të thella, ai publik nuk e la kurrë. Sepse publiku ka intuit. Publiku ndjen kur dikush është autentik, edhe pa e ditur teorinë e autenticitetit. Por çfarë kishte lënë pas vetes ai grup i larguar? Çfarë grop kishte hapur largimi i tyre në jetën praktike dhe profesionale të Margaritës? Dhe si ja kishte dalë ajo t'i mbijetoj jo vetëm krizës së vitit 1997, por edhe kësaj lufte të heshtur, të padukshme nga jashtë, por shumë reale nga brenda, të viteve që pasuan. Kjo histori, historia e mbijetesës së dytë pas vendimit të parë, është ndoshta pjesa që pak njerëz e dinë, dhe ndoshta ajo që meriton shumë më tepër vëmendje se sa ka marrë deri tani. Ishte mëngjesi së hënës, kur gruaja e vogël me flokë të thinjur dhe përveç ndonjë rrudh pranë suve, kujdes të ruajtur me dinjitet, u ul para nesh dhe tha: "Unë isha aty. Unë I lava flokët e saj natën para anijes dhe e dëgjova të çante vetëm.
Ky rrëfim, i parë dhe ndoshta i fundit i Lindës, ndihmëse personale e Margarita Xhepës për gati 18 vjet, kishte pritur dekada të tëra të dilte në dritë. Jo nga frika, siç thoshte ajo vetë, por nga respekti. Disa gjëra nuk thuhen ndërkohë, që njeriu është gjallë. Por tani kur koha ka ndryshuar gjithçka, mendova se historia e saj meriton të plotësohet. Linda kishte hyrë në jetën e Margaritës në mesin e viteve 70, vajzë e re nga një fshat i Elbasanit, e sjell në një e afërme e largët, fillimisht për punë të shtëpisë, pastaj gjithçka tjetër nga ajo. Me vite, kishte bërë begat të çmueshme. Kishte mbajtur heshtjen, kishte hapur derën, kishte përgatitur çajin e mëngjesit, kishte qëndruar zgjuar natën kur Margarita kthehej nga provat e vonshme dhe nuk kishte ku të shkonte me lodhjen brenda saj. Natën para anijes, rrëfen Linda me zë të ulët dhe barabart, ajo ishte ullur mbi karigen e vogël drejt pasqyrës. Ajo karige druri me boj blu të cëngjirosur, të cilën e mbante nga shtëpia e prindërve, dhe unë po i laja flokët. Nuk ishte thënë asnjë fjalë gjatë kësaj kohe. Pastaj papritur tha: "Linda, nëse nise tani dhe unë nuk jam, a do ta kuptosh pse?" Unë nuk i përgjigja menjëherë, dhe ajo shtoi: "Nuk jam nga ata që braktisin, as kafshën e lënduar buz rrugës, jo njerëzit e vet." Dhe pastaj, sipas Lindës, Margarita kishte filluar të qante, jo me zë, por me ato lot të heshtur dhe të dhimbshëm të dikujt që ka marrë vendimin e tij dhe e di çfarë do të kushtoj. Nuk qante nga trishtimi, as nga frika. Qante nga ai lloj qariqe e rëndë e dikujt që sheh shumë qartë çfarë është duke humbur dhe zgjedh ta humbas sërish me dëshirë, sepse tjetër nuk mund të bëj. A kishte dëgjuar ndonjëherë dikush për Lindën para kësaj? Jo. Dhe pse? Sepse ata që shkruanin historinë e Margaritës, gazetarët, admiruesit, njerëzit me projekte dhe libra dhe dokumentar, gjithmonë kërkonin burimin e rëndësishëm, figurën publike, kolegut me emër. Askush nuk mendonte se servitoria e heshtur, ajo e padukshme që vinte e shkonte nëpër korridoret e banesës, mbante brenda saj faqen më të vërtetë të historisë. Por a është e mjaftueshme kjo pasqyrë e brendshme që Linda kujton, për të kuptuar plotësisht çfarë ndodhi? Apo akoma ka diçka tjetër, diçka shumë e fshehur që pret të dalë? 3 ditë para datës kur ania do të nisej nga porti i Durrësit, kur biletat ishin rezervuar, valishet gjysmështrira dhe grupi i miqve të ngushtë tashmë kishte ndërtuar planin deri në detajin e fundit, erdhi vizita. Kjo vizitë nuk ishte e njoftuar, nuk ishte e planifikuar. Nuk e dinte askush jashtë 2 personave të përfshirë, dhe sipas burimeve tona, burime me emra real, por me kushtin e fshehtësisë absolute, kjo vizitë ndryshoi çdo gjë. Njeriu që erdhi nuk ishte nga bota e artit. Nuk ishte aktor, nuk ishte regjisor, nuk ishte funksionar kulture. Ishte njeri nga ajo kategori e paqartë dhe e rrezikshme e periudhës kalimtare shqiptare, dikush me një këmbë në strukturat e vjetra dhe një këmbë në dinamikat e reja ekonomike. Dikush që dinte shumë gjëra dhe kishte mësuar se njohurit janë valuta. Sipas atij që e ka parë duke hyrë, roja e ndërtesës, njeri modest me kujtesë të mirë, ishte burr i moshës rreth 45 deri 50 vjetëve, me veshje gri, me valishe të vogël lëkure dhe me mënyrën e ecjes së dikujt që ka vendosur tashmë çfarë do të thotë. Nuk pati dëshmitar të bisedës. Derat e apartamentit të Margaritas ishin mbyllur pas tij me atë finalizim të qethë të dikujt që nuk kërkon kompani. Por ata që ishin në godina të ditë, Linda, gruaja e katit të dytë, roja i godinas, flasin të tre për të njëjtin fenomen. Zërat. Jo fjalët, sepse fjalët nuk kapeshin përmes mureve, por tonin, lartësinë, ritmin. Vetë tre e përshkruajnë ndryshe, por me të njëjtin kuptim. Nisi me tone të ulta, pothuajse normale. Pastaj, rreth 20 minuta brenda, erdhi një ndryshim. Zëri i Margaritës u ngrit, jo si grindje, por si dikush që thot diçka me forcë dhe me bindjen e plot që asnjë kundërargument nuk do ta lviz. Pastaj heshtje e gjatë. Pastaj zëri i burrit, i qetë, i ngadalshëm, me atë lloj qetësie artificiale të dikujt që ka frikë nga zemrata e vet. Dhe pastaj, sipas Lindës që po priste jashtë me pretekstin e çajit, tingëlloi diçka. Jo rënie objektesh, po diçka si libër i lëshuar mbi tryez me forcë, me atë zurme të shurdhët dhe finale të dikujt që mbyll kapitullin. Kur dera u hap dhe njeriu me valishe të vogël lëkure doli, kaloi pranë Lindës pa e parë. Nuk buzëqeshi, nuk foli. Shkoi drejt asensorit me atë ecje të dikujt që ka marrë diçka ose ka lënë diçka. Dhe Linda thot se nuk ka dijeni cilin prej dy mundësive. Kur hyri brenda, Margarita ishte ullur mbi divan me duar mbi gjuhë. Sipas Lindës, fytyra e saj kishte atë shprehje specifike, jo trishtim, as zemrim, por ajo qartësi e jashtëzakonshme e dikujt, i cili sapo ka parë diçka me shumë saktësi, dhe tani e dinte me saktësinë plotësuese se çfarë duhet të bëj. "Ç'ndodhi?" e pyeti Linda. Dhe Margarita pa i kthyer syt tha:
Erdhi të ma tregoj se si do të duke jeta ime nëse shkoja, me shumë detaje, shumë specifike. Mendonte se kjo do t'ishte bindëse. Pastaj ktheu kokën drejt Lindas dhe për herë të parë të ditë, buzëqeshi, jo buzëqeshi e skenës, jo ajo e afisheve, por ajo buzëqeshi e vjetër dhe njerëzore e dikujt midis dhimbjes dhe humorit. E keqja për ata që mundohen të manipulojnë duke të treguar të ardhmen, është se e ardhmes nuk e din vetëm planet e tyre, jo njeriun tënd. Cili ishte ai njeri me valishe të vogël lëkure? Nga erdhi dhe kush e dërgoi? Dhe çfarë detajesh të asaj jete të ardhme ja kishte treguar Margaritas? Ato detaje kaq specifike sa I dukeshin manipuluese edhe asaj, njeriu të mësuar me botën e skenës dhe maskave. Ky është misteri I mbetur, sepse Margarita nuk foli kurrë dhe ai njeri nuk u identifikua kurrë. Por ndikimi I kësaj vizite ishte I pamohueshëm dhe I menjëhershëm, sepse ditën tjetër, 2 ditë para anijes, Margarita thiri vetë grupin e ngushtë dhe ta me fjalë të pakta dhe pa diskutim, biletat janë tuajat, shpresoj të gjeni çfarë kërkoni, unë qëndroj. Ve ata, sipas disa prej tyre, nuk e kuptuan menjëherë plotësinë e kësaj fjalje. Menduan se ishte momentale, se do të ndryshonte mendje, se do ta bindin sërish. Por nuk ndryshoi asgjë. Dhe kur kuptuan se vendimi ishte final, disa shfaqën zhgënjim, disa heshten. Dhe njëri, sipas burimeve ai njeriu kryesor I organizimit, tha diçka që Margarita e mbajti brenda gjithë vitet e mëvonshme. Ti do ta pendohesh, të garantoj. Kjo nuk ishte ule mirë, ishte premtim. Dhe premtimi u mbajt jo me bujë, jo me akte dramatike publike, por me atë mënyrë të heshtur dhe sistematike që e bën dëmin edhe më të rënd sepse është e vështirë ta provosh. Ky njeri, ai organizatori I largjimit, ai me heshtjen si përgjigje dhe marrëveshjet e mëdha ndërkombëtare, u kthye në Shqipëri disa vite pas vitit 1997. Jo si artisti I dëbuar, por si sipërmarrësi I suksesshëm. Kishte ndërtuar ura, kishte bërë para, kishte krijuar rrjete të reja në botën e re. Dhe në atë botë të re, ku arti dhe tregu po ndërthureshim në mënyra të papritura, ku mundësitë ndërkombëtare filluan të kallonin në përdyer private dhe jo në për institucione zyrtare, ky njeri kishte qellsat e dhomave ku Margarita kurrë nuk u ftua. Kolegët e saj nga ajo periudhë flasin me kujdes rreth kësaj teme, disa duke pranuar, disa duke e mohuar, por asnjë duke mohuar me bindje. Tonë se kishte bashkëpunime të propozuara, projekte të mundshme, ftesa nga festivale ndërkombëtare ku emri I Margaritës kishte qenë fillimisht I sugjeruar dhe pastaj, pa shpjegim, pa komunikim, ishte zëvendësuar nga emra të tjerë. Tonë se kujtesë institucionale e atij grupi kishte qenë e gjatë dhe e saktë, shumë e gjatë dhe shumë e saktë për t'u quajtur rastësi. Por këtu duhet të tregojmë diçka të rëndësishme, diçka që shpesh humbet kur flitet rreth tradhtive dhe hakmarrjeve dhe listave të zeza. Ky njeri, ky antagonist I historisë son, nuk ishte thjesht I keq. Nuk ishte lindur si armik. Kishte qenë shumë vite para vitit 1997, dikush që genuinisht besonte se po ndihmonte. Kishin ndarë të njëjtin labirint, kishin luftuar të njëjtat luftëra, kishin marrë të njëjtat goditje nga sistemi. Ve diku, në atë rrugë të gjatë të bashkëpunimit dhe miqësisë dhe rritjes, diçka kishte ndryshuar. Ai kishte filluar ta shikojë Margaritën jo si kolegë dhe mik, por si investim. Dhe kur investimi nuk da kthim të pritshëm, ktheu shpinën me atë lehtësi të ftohtë të dikujt për të cilin marrëdhëniet kanë qenë gjithmonë kontrata të nënshkruara pa letër. Cila ishte fati I tij? Sipas atyre që ndoqën historinë e tij pas vitit 1997, e ndërtoi jetën e vet të suksesshme, sipas çdo kriteri të jashtëm. Ka emër, ka pozicion, ka mirëqenie. Por sipas njerëzve që e njohin nga afër, ka edhe diçka tjetër. Atë boshllëk specifik të dikujt që ka fituar shumë gjëra duke humbur diçka të pacënueshme. Dhe ndonjëherë, gjatë bisedave private, kur roja e sjelljes bie pak, sipas burimeve kur dëgjon emrin e Margarita Xhepës, bën një pauzë të vogël. Të padukshme për të tjerët, por të dallueshme për ata që e njohin. Pauzën e dikujt që kujton diçka, vezjet mos ta kujton. A ka triumfuar drejtësia ndaj tij? Kjo varet se çfarë quan drejtësi. Nëse drejtësia është gjykimi publik, ndëshkimi juridik, turpi I deklaruar, jo, drejtësia nuk ka triumfuar. Nëse drejtësia është ajo gjë e brendshme, ajo ndërgjegjës që herë na zgjon në orën 3 të natës me pyetje pa përgjigje të mira, atëherë ndoshta drejtësia I ka gjetur mënyrën e vet, si gjithmonë, të bëjë punën e vet. Por ndërkohë që ai ndërtonte suksesin e tij, Margarita Xhepa po bënte diçka që askush nuk e kishte pritur, dhe që shumë po e vëzhgonin me syrin gjysmë të besimit, gjysmë të admirimit. Por I ngjallej. Jo si hiqe dikushme, jo si nostalgji e luajtur për publikun e moshuar.
por si artiste e re, me të njëjtin zë, por me diçka të shtuar brenda tij. Diçka që vetëm koha dhe dhimbja dhe vendimi dhe mbijetesa mund ta japin. Historia e Margarita Xhepës pas vitit 1997 nuk është historia e triumfit të lehtë. Do të ishte gënjeshtër ta tregosh kështu. Është historia e rikonstruksionit, i ngadalt, i vështirë, i bërë me duart vet, gur pas guri, pa ata njerëz me çelësave lidhje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Është historia e dikujt që ka humbur shumë mbështetje institucionale dhe ka gjetur mbështetje tjetër, atë mbështetje të padukshme dhe të pathieshme të audiencës reale, të njerëzve të thjesht, të atyre që nuk kanë interes afarist, por kanë kujtesë emocionale dhe zemër besnik. Teatri kombëtar, ai labirint i dashur dhe i frikshëm i dekadave të gjata, e priti sërish. Jo me fanfar, jo me nxitim për t'u rekompensuar, thjesht vazhdoi. Portat mbeten të hapura, rolet mbeten të pranishme, dhe zëri i saj, ky zë i cilin asnjë ndarje, asnjë izolim, asnjë grup me plane të fshehtë nuk ishte mundur të anullonte, mbetej ai që ishte, i pazvendësueshëm. Të afërmit dhe kolegët e ngushtë të asaj periudhe, disa prej tyre sot të moshuar, disa të ndërruar jetë, disa ende aktiv, flasin me unanimitet rreth një gjëje. Margarita e viteve pas vendimit kishte diçka të ndryshme nga Margarita e mëpashme. Ishte e njëjta, por e çliruar. Kishte hequr diçka nga shpina, jo barrën e dhimbjes, jo kujtimin e luftrave, por atë frikë specifike të dikujt që i druhet gjykimit të atyre mbi të cilëve varet. Nuk ishte më mish të mdhënë me çmime të fshehta, kishte njerëz të thjesht, kontribute autentike, lidhje të pastruar nga llogaritjet. Lindas, ajo ndihmëse e vogël, e heshtur, e padukshme, i kishte thënë një herë Margarita, disa vite pas vitit 1997, gjatë një mëngjesi të zakonshëm me caj dhe bukë të thjeshtë. Di çfarë fitova kur qëndrova? Jo skenën. Skenën e kisha edhe pa qëndruar. Fitova të drejtën të shikoja veten në pasqyrë pa u turpëruar. Delinda, ajo grua me flokë të thinjur dhe sytë e qetë të dikujt që ka mbajtur shumë sekrete me besnikëri, thotë se kjo fjali është ajo e vetmja gjë që ka dëshirë ta mbajë me vete deri në fund. Por historia e Margaritës nuk mbaron me qetësi, nuk mbaron me bukurinë e thjeshtë të fitores pa çmim. Mbaron me pyetje, me ato pyetje të patërthort që mbeten pas çdo jetë të jetuar me intensitet të vërtetë. Mbaron me atë ndjenjë specifike të mbarimit të një gjëje shumë të madhe, kur nuk di nëse të gëzohesh apo të qash, sepse të dyja janë të vërteta njëkohësisht. Ata njerëz që morën anijen atë natë të vitit 1997, ata që u larguan ndërkohë që Margarita qëndronte mbi bregdet, disa u kthyen pas vitesh. Disa ndërtuan jetë jashtë dhe nuk u kthyen kurrë. Disa e gjetën atë sukses të premtuar, disa jo. Por asnjëri prej tyre, sipas atyre që i njohin nga afër, nuk flet rreth asaj nate pa diçka të çuditshme brenda zërit. Jo keqardhje, jo krenari, por atë ndjenjë të pashprehur të dikujt që e di se ishte aty kur ndodhi diçka e rëndësishme historike dhe zgjodhi të mos e shoh plotësisht. Sepse ajo që ndodhi atë natë nuk ishte thjesht vendim personal i një artiste shqiptare, ishte diçka shumë më e madhe. Ishte demonstrimi i asaj mundësie njerëzore që harrojmë shpesh. Mundësia për të thënë jo kur çdo gjë logjike thot po, mundësia për të qëndruar kur largjimi do të ishte shumë më i lehtë. Mundësia për të zgjedhur atë çfarë je mbi atë çfarë mund të bëhesh. Margarita Xhepa nuk ishte heroin pa frikë, kishte frikë, kishte dyshime. Kishte britjen e brendshme të dikujt që sheh rrezikun dhe e di, por kishte edhe atë gjë të çmuar dhe të rrallë të quajtur karakter. Jo karakterin e romaneve dhe filmave, por karakterin real, të bërë jo nga guri, por nga zgjedhjet e vogla të bëra në heshtje, pa kamerë, pa audiencë, pa duartrokitje. Dhe ndoshta kjo është leksioni i fundit dhe i vërteti historisë së saj, se heroizmi nuk duket si heroizëm kur jeton brenda tij, duket si lodhje, si frikë, si asnjë alternativë e mirë, dhe zgjedhja e të keqes më të vogël. Vetëm nga distanca e kohës, vetëm kur vitet e japin perspektivën e vet të pamëshirshme dhe të drejtë, kuptojmë se çfarë ishte realisht. Bileta e pallosur me kujdes, e ruajtur sot në dosjen e vjetër me ngjyrë kafe të arkivit të teatrit kombëtar, nuk është simbol i refuzimit, është simbol i zgjedhjes. Zgjedhja shumë e vështirë dhe shumë njerëzore, e dikujt që vendosi se disa gjëra kanë vlerë edhe kur vlerën nuk e sheh askush tjetër. Ania kishte qenë gati, por ajo kishte zbritur. Dhe Shqipëria, ajo Shqipëri e vitit 1997, me armët e nxjerra dhe shpresën e humbur dhe njerëzit e friksuar, kishte marrë diçka nga kjo zgjedhje, edhe pa e ditur. Kishte marrë atë provë të vogël dhe të padukshme se edhe në momentet kur gjithçka shpërbëhet, dikush mund të qëndrojë.
Dikush mund të thotë, jo sot, jo këtu, unë nuk i ki.